Përshëndetje, mirë se erdhët në një tjetër video të kanalit tim. Unë jam Migena, për të gjithë ata që nuk më njohin dhe që nuk kam parë akoma asnjë video time. Gjë që unë do ju ftoja që t'i shikoni dhe nëse ju pëlqen të më ndihmonit me një subscribe. Dhe unë sot doja që të hiqja pak pemën dhe thash që pse mos ta bëj bashkë me ju, por kam marrë këto gjërat për t'i futur këto zbukurimet e pemës, kam marrë edhe kartonin për të futur pemën, por si fillim doja t'ju tregoja pak se çfarë kam bler me 1.10 euro, do me thënë me 1400 lek. Kam parë që janë hapur në Tiranë shumë dyqane të tilla dhe doja që të shkoja, por po prisnim që të gjenim kohën e dur dhe më falni, po mua më ka zënë pak gripi, nuk kam virus, ama gripi po. Dhe po thoja për dyqanin që po donim që të shkonim në Tiranë dhe po gjenim kohën për të shkuar, por një ditë pash që ishte hapur dhe një dyqan i tillë në Fier, kështu që ku kam më mirë. Direkt sa e pam, shkuam, nuk është se ishte shumë i madh, por që kishte goxha gjëra. Dhe bleva disa, por do të shkoj prap për t'i parë akoma më mirë, sepse besoj që të gjitha e dim që kur jemi me burrin në dyqan nuk të le ai të shikosh, do me thënë kështu me imtësi gjërat, kështu që me një sy kështu shpejt e shpejt arrita të merra ato gjërat, por do të shkoj prap. Dhe s'ka për të qenë shumë larg kjo, sepse kam shumë qef. Tani, do me thënë një vetëm unë, po besoj që kushdo i ka qef, duke qenë se ti mund të gjesh diçka atje që e merr shumë lirë me 1400 lek, kur në dyqan për shembull tjetër ti mundet ta marrësh 3000, 4000, 5000, kështu që ku ka më mirë se ta marrësh lirë. Kështu që po u tregoj shpejt e shpejt çfarë kam bler këtu dhe të vazhdojmë me pemën pastaj. Kam bler gota të thjeshta për ujë, 6 gota 1400 lek. Sepse të gjithë na thyen ato gotat që pim ujë, kështu që mendova që një palë të tjera për më tepër 1400 lek, se mos t'i merja. Janë kështu të thjeshta, gota normale ujë. Mua më pëlqyen, i mora. Janë këto, 6 gota. Lem këtu, që mos t'i thyej. Tjetër, kam marrë këto të dyja, që janë për të kapur sallat ose makarona, nuk e di. Po besoj që më shumë do t'jem për makarona, por edhe për sallat janë të mira. Janë 2, një e madhe dhe një e vogël. Edhe e madhja. Mua më pëlqyen. Se di. Besoj që për 1400 lek janë shumë të mira. Kushdo që ka bler të këto dyqanet me 1.10 euro, të më shkruaj te komentet nëse është i kënaqur me ato që ka bler. Mua po më pëlqejnë, nuk e di. Besoj që mund të shkoj të blej dhe të tjera. Jo besoj, por do të shkoj. Dhe kështu. Po thoya që mundet të më shkruani te komentet. Dhe vazhdojmë me një tjetër, që është ky rrethi këtu. Si ky rrethi, më duket se kam parë ose te Jumbo, ose tek një dyqan tjetër që është Big Bang. Djes po më ka zënë gripi. Jo virusi, është thjesht grip. Dhe po thoya që kam parë te këto dyqane dhe kushtonte më duket
200 lek ose 200 lek të reja, do me thënë, ose 300 lek të reja, 2000 lek, 3000 lek, nuk e mbaj më të mirë, por që me 1400 lek, besoj që ja vlen më shumë, sepse është e njëjta, nuk ndryshon gjë, kështu që se duhet ta blesh 3000 lek, kur mund ta blesh 1400, 1.10 euro. Kështu që e mora dhe këta. Tani, gjëja tjetër që ka marrë është ky krari këtu. Po e hap, që ta provoj, që kasu nuk e kam provuar. I ka pak të forta këto, sepse normal është kështu si plastike më duket. Apo nuk e di, si mundet të tjetë kjo, do me thënë si mund t'ja u them që çfarë është. Po e provoj. Mirë. Nuk mund të them kush e di, por i mirë. Tani, kjo ishte gjëja e 4. Ka ngelur dhe, jo, e 3. 1, 2, 3, 4. Kjo është e 5. Ka marrë këtë, që është për të kthyer, për shembull vezën, omelet, për të kthyer petullat e fshira. Është shumë e mirë. Edhe kjo 1400 lek. Nuk e di, më besoj se ja vlen këto. Se di. Tjetër. Ka marrë dhe këto furçat nga firma Gold Riga, thot. Ka 3 furça brenda, më tepër që paketimi është super. Kështu që po i hap, t'ja u tregoj. Ka 3 furça. Ka një për të krehur vetullat. Ka një për të mbushur vetullat, besoj që duhet jetë kjo, ose për penel. Se unë as nuk marr vesh shumë nga këto. Besoj që për të mbushur vetullat. Edhe kjo e 3, duhet jetë për sfumim, ose për detaje këtu poshtë. Nuk e di, por duken shumë të mira. Më pëlqejnë. Nuk e di. Ja u thashin nëse keni bler dhe ju, të më tregoni të komentet se si ju kanë dalë. Kështu, këto ishin. Kështu që tani pa humbur kohë, do të vazhdojmë me pemën, duke hequr zbukurimet. Dhe heqim topat.
duket se i mbaruan dhe topat. Kështu që ta mbyllim këtë. Marrë edhe kjo punë. Tani të marrim këtë rishete. Ku do të futim këto lulet që i kemi vënë pemës. Kemi blerë të Jumbo. Kështu që do i futim këtu. Që ti kemi për vitin tjetër. Edhe këtë, kështu. Kemi shumë. Po. Edhe këtë. Këtë fjongo. Tim dhe këtë këtu. Fjongon e vogël. Te kam bërru në vetë. Kjo ja dha pemë. Tani kemi drita. Më pas po vazhdoj të gjej kutin. Kështu që fillojmë. Kam haruar këto dy lulet. Këto edhe këto. Që po i fut dhe këto të qita dhe po vazhdoj me dritat. Tani mbarova dhe me dritat, por i vendosa diku aty në qosh, sepse nuk po gjej kutin. Tani sa po mbarova me pemën, i mblodha të gjitha pemën, zbukurimet, topat, lulet, i futa të gjitha në përqese, në përvende. Tani do më duhet që t'i qoj se cilën në vendin e tyre për t'i pasur përsëri për vitin tjetër. Dhe më duhet të pastroj pak këtu. Dhe besoj që me kaq do e mbyll dhe video.
Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer dhe do të shihemi në një tjetër video. Mua.